Zgjidhjeve të vendosë që është e gatshme të bashkëpunojë me cilën do parti. Që nuk mundet mos vjes prokurori kthehej se nuk i bën çelami. Presidenta duhet të jetë nesër në protestë në Tiranë. Se Kosova po i vun këto pasoja politike dhe ekonomike. Miqtë e Infokusit, derisa vendi po shkon drejt zgjedhjeve të katërta brenda këtij viti, Kosova zhytet në një krizë të thellë ekonomike. Kjo po ndodh si pasojë e përplasjeve politike, mos miratimit të buxheteve në disa komuna, si dhe dështimit për miratimin e buxhetit për vendin për vitin 2026. Për këto dhe tema tjera, sonte do të flasim me Berat Rukiqi nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Mirë se erdhe Berat. Mirë se u gjej. Dhe kolegun tim Shkelzen Dokaj. Xhem, faleminderit për kohën. Berat, e pam sot një komunikim fillimisht nga Lumir Abdigjiku, kryetari i Lidhjes Demokratike, i cili shpalosi disa detaje për çysh LDK-ja ka qenë e gatshme me miratu në një ditë mas propozimit të Glauku Newsës për kryeministër. Aty është pakoja buxheti, ligjet për Prishtinën dhe Gjilanin. Ideja ka qenë që me dalë prej kësaj krize që u zhyt vendi tash. Qysh e pam që u përfshin edhe në këtë debatin, qysh ka qenë ideja? Po, në takimet konsultative që i ka pas presidentja e vendit me liderët e partive politike, po flas për komunikimin që ka pas me kryetarin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, është kërkuar dhe të njëjtën kohë është konfirmuar nga kryetari Abdigjiku dhe nga liderët e tjerë të partive politike që ka një zell, ka një vullnet, ka një zotim që kalohet çka mund të kalohet. Domethënë në brenda kufizimeve ligjore dhe kufizimeve kushtetuese, për shkak se kryeministri në detyrë, në njëjtën kohë deputeti Kurti kërkon që të miratojë një buxhet i një qeverie e cila është qeverinë e detyrë dhe pastaj të shkon atje, në njëjtën ta prezantoj si ekspoze të një qeverie, të një konstelacion i ri parlamentar. Kjo ishte absurde, ishte e paligjshme, ishte antikushtetuese. Dhe në këtë, si me thonë rrethon, u kërku që këto që janë ma emergjente, që janë buxheti RTK-s dy komunat me Prishtina dhe Gjilani dhe zgjatjet buxhetore edhe për 2 muaj të tjerë, të kalonin edhe pak arritjes dhe marrëveshja e Bankës Botërore për përkrahje buxhetore të kalonin. Dhe kjo LDK-ja domthonë nuk kanë gatshme me votu, sipas postimit Lumirit. Po jo, në mënyrën klandestine qysh e kanë bërë këta, domethënë ne ishim të gatshëm ta bëjmë këtë në ditën e dytë pasi që unë mandatu Konjusa. Pastaj presidentja ka komunikuar me Konjusën, nëse këta kanë fakte të tjera dhe nuk dolen me demantu me fakte, po pastaj dolen me bë aludime të tjera, për shkak se e din situatën si ka qenë. Dhe unë ftoj zotin Konjusa që tjetë pjesëmarrës aktiv në këtë temë për shkak se ka qenë i përfshim dhe ka dhënë zotime që kjo do të ndodhë, pastaj pavarësisht zotimeve, pavarësisht fjalës së dhënë tek presidentja dhe vendit, ajo që ndodhi domethënë kjo që kemi pa, ata i bletën edhe një 15 ditë kohë të tjera, në i shpenzuan krahas edhe mbi 8 muaj të tjerë që i kanë shpenzu, gjithmonë duke e di që s'kanë shumicë, po gjithmonë duke bleku dhe gjithmonë duke tentu me ardhë në mendjen e tyre në një situatë më të favorshme, në një datë më të favorshme, në një moment më të favorshëm, njëjtë sikur studentat e dopt që gjithmonë lypin me shty provimin, pavarësisht që prap nuk vahen gati, e shtyn dhe kështu kemi përfunduar domethënë në këtë kaos institucional, në këtë blokadë e cila e ka emrin dhe bëjemrin lëvizje vendetore. Besoj që zgjedhjet do të përfundojnë, do të certifikohen dhe do të kthehemi në situatë normale me një qeverisje normale, për shkak se kjo që e kemi pa, kjo nuk ka qenë tentativë me ofru vendit zgjidhje. Kjo nuk ka qenë një tentativë me e zhblloku këtë problem që e kemi pas, qoftë me marrëveshjen ndërkombëtare, qoftë me këto krizat buxhetore të institucioneve, të organizatave apo të buxhetit në të anësi, ata kanë qenë të interesuar me portretizu skenën politike, duke mos ofruar zgjidhje, me e portretizu si kaotike dhe si pjesëmarrës të barabartë në këtë lloj kaosi që e kanë krijuar vetë. Çfarë krize jemi
Tash, na për shumë trafik urban është dita e dytë që nuk punon. Kemi shkollat që mbarrym. Që ky qyteti është domethënë në një situatë të gjendjes së jashtëzakonshme, edhe me të drejtë kryetari i kryeqytetit përparim Rama, po kërkon një vendim cilin secila qeveri, qoftë edhe janë detyrë në një situatë të tillë të jashtëzakonshme edhe mund ta ndërmerr. Për shkak se ata kanë ndërmarr edhe vendimet e tjera të cilat nuk kanë qenë pjesë e linjave buxhetore, kur ju ka vyer për me tentu me ble vot me buxhetin e vendit duke shkep paran publike, e kanë bo, domethënë nuk pat nevojë me miratu ndryshime ose rishikime buxhetore. Tash kur po e kemi në një situatë jashtëzakonshme, edhe nuk po kërkon se këta kanë me gjasë këta e keq interpretojnë, e të tillët që dojnë me besu verbresht shkëshyrin, s'lezojnë ma shumë, po ja bajt qartë, domethënë këtu nuk janë tyrat që janë tyra që i ndahen nga buxheti, janë tyra vetanake, domethënë tyra që ti i ka 35 milionë, domethënë i kanë dalë në mënyrë arbitrare, domethënë që pra paret pi vjen që ti i ke kriju, ke ofruar si shërbime si komun, njerëz kanë pagu për ato shërbime, qysh pra po kthena me ata në legjin që u dha djerë e protestë, domethënë i ki paret e tua, tu ti majt banka po thotë s'po duhet të jep paret e tua, domethënë se ti nuk po m'pëlqen. Çike pa është pak a shumë gjendja. Komunikimin mes Lumirit edhe presidentës, edhe a ka mujt mu zgjidh që kjo punë që mësë më anë qëtë situatë ku jemi? Qonim kritik ndaj LDK-s edhe partive tjera opozitare, se edhe këta edhe na edhe se cilin që të shoqëri që i ka dy kokra men, e din edhe ka kuptu tashmë që këtu janë probleme fake që po krijohen me një qëllim për me majt fokusin të do probleme tilla për mos me marrë me probleme të reale. Këto po bëhen për shkak se lëvizja vetëvendosje po dënë me kriju situata tilla qysh janë ka 2019-2021, ku ka mërri qatë fitore në madhe, ku me polarizim mall, me shomje, me përplasje, me ofendime, edhe me situatat të tilla synon atë rikthimin edhe njëherë të 2021-s. Qatë 51% që e kemi pa prej ditës parë që u ka i paknaqur edhe ka majt Kosovën peng që 10 muaj. Tash, çka duhet me bë ose çka i është dashur me bë opozita derisa këta nuk po mundin me kriju temat vetat, këta nuk po mundin me kriju kauzat vetat, këta nuk po mundin me kriju për një arsye thënë që s'po mujnë me kriju për shkak. Duhet më pajtu me Jo, absolutisht, tash ta kisha. Primit që kjo tema Po, jo vetëm që po e bëjmë më interaktive, po e bëjmë më interaktive që me për se tani iken. Ja kisha pas qef me ma dëshmu të kundërt. Jo, shqeqa, po, na e kemi bë temë për shembull të ndërt një burimor. Na i kena bë temë pet mas 3 muajve aty vënë. Na kemi bë temë, na kemi bë temë energjinë. Jo, shqeqa. Po mirë të kjo puna mas 3 muajve. Kjo puna që ta jap një faktën. Mas 3 muajve në fokusi e ka qitë që i ka bë 22 të ndera në procedura liburimore. Janë kanë në ministri. Ta përfundoj argumentin zën. Ta përfundoj 4 vjet. Çdo javë ke pas të ndera nëpër media ju as like as share nuk e keni bërë. Nuk ju marr mushty me infokusin. Okej, në fund. Nuk e po marr mediat, nuk e marr mushty as me infokusin as me një medium tjetër. Okej. E pse e thash, domethënë kjo lufta e kërkimi llogaridhënies, mbikëqyrja pushtetit janë, si më thon, i takon të gjithëve. E thamë ne këta. I takon të gjithëve. Dhe ajo që unë po e konsideroj si të çështjet e energjisë për shembull, si të çështjet e çmimeve, si të çështjet e të nderave në burimor. Unë mendoj që është një problem tjetër i cili e ka pamundsuar më marr me secilën ka veç për shkak se këta çdo ditë kanë prodhu problem. Domethënë këta çdo ditë kanë prodhu. Tash kur unë tim të fol, tash këtu në këtë moment
Atje një kompani serbe atje është duke përfitu nga shitja e energjisë elektrike në Kosovë, e të njëjtën kohë dikush në naj kafe këtu të qytetit është ka ndonë një tender sekret. Domethënë kjo është mënyra si qysh është qeverisë. Nëse ti e shikon rastin e rezervave shtetërore, pra shikon nga media, domethënë edhe ne jemi falendërues për atë pjesë. Nëse shikon rastin e rezervave shtetërore, kjo tregon nuk është çështje, unë kam thonë në disa raste edhe për përsërisë këtë, nuk është çështje e vlerës të nderit për rezervat shtetërore, ose sa miliona nuk janë ardhur produkte, e sa të tjera, domethënë e mënyrën që është bërë. Kjo tregon mendsinë kriminale. Domethënë kjo në një kafe private, në një restoran privat të Prishtinës, janë shpenzuar diku ja 12.000 euro gati, drejka darka, për me negociu një person privat, një çështje të sigurisë kombëtare të vendit. Mos harrojmë, rezerva shtetërore, po s'ka lidhje për net hajnë nëse bajnë punë të mirë, net hajnë nuk e kam hallin në pse ç'a hajnë. E kam hallin, domethënë me mendsinë. E tash, kur po flasim tash për tash, unë e pajtona në këto që vetëm ndodhja, domethënë sa herë është në gjendje të panikut, ose sa herë është në gjendje të krizës së numrave, ose sa herë është në gjendje të se ata e nin atmosferën. Mos harrojmë, domethënë, në kryeqytetin, po në qytetin kryesor të vendit, në kryeqytet, ku përcaktohen dinamikat atë janë partia e tretë, qytetari i Prishtinës, i cili nuk arritën me e manipulu, i vendosi ja u dha vendin e tretë në votat për asambleë. Çfarë do të thonë kjo? Ata e nin rrezikun nga po ju vjen, për shkak se këtu e kanë pas filluar murrit. Këtu e kanë rritë. Në komunikimet, parafrazoj kryetarin Rama. Dhe më thonë, kur shku me diskutu bashkëpunimin, ish kryeministri Kurti, ju ka thonë, në atë kohë, une nuk më a falë humbjen që ma kanë shkaktu në Prishtinë. Nuk më kanë falë, nuk më a falë. Dhe më thonë, aji, realisht qytetarë që nuk ja kanë dhënë votën, i konsideron fajtor, dhe paka shumë ka paralajmëru ndërshkim kolektiv. Që këtu na nuk jemi të ndamë kur tjetojmë, na mujnë me pas orientim politik, na që jemi pjesë e partive politike, jemi pjesë e politikës, po qytetarët janë njerëz që votojnë, edhe nuk janë me vull të një partije. Veç ta konfirmum. Sakta i ki keq që i thave. Që tu i këna thonë në vazhdimsi. Sakta i ki edhe këto që i ka ndëshku, sakta i ki edhe skandalet që i kanë prodhu për çdo ditë. Sakta i ki edhe ato që nëse dalin 10 skandale në përsërit shpesh, presupozohet që nëse mediat më rrinë mi ka 10 skandale, 90 tjera kalojnë jashtë lupës të mediave edhe të tyne hulumtimeve. Jo veç në Kosovë, po gjithë kënë botë. Këti hitë sakta. Çka unë e deshta me thonë është që qërë. Me një fjallë ti po thu, qëtë shumë ka prodhu skandale për shteti Albin Kurtit, që opozita nuk ka mujt, si me tha, me mojt, as mja, si me tha, mja komentu edhe mja kallëzu qytetarve ose elektoratit vetë, e që ati elektoratit që ka i shgeny për kalunës tyne. Në më ka mujt, qëtë shumë me asi. Argumenti dytë, Berat, ju e një të knaqën me Prishtinë që e keni qitë tretë. Ju e një të knaqën me qëto komuna që e keni marrë. Ama Albin Kurti, për ju kalzën që nuk u i knaqën as ma 42% të kësajna. Do të thonë, gjithherë e keni gjetë një farë justifikimi, një farë arsyetimi, urrëtu, po kush e prunin 42%? Po, që kjo opozit bërje. E pruni 42% keq qeverisja e tina, edhe ballafaqimi me këto. Kemi kujdes qytetari për politikë komunikon përmes mediave dhe komunikon përmes përfaqësuesve politikë. Po ky ka keq qeverisja e tina në këtë rast. Më shumë se na media nuk e kena luftuar pse na jena po mirë dhe me to, mirë po. Ai ka keq qeverisë, ata kanë vjell, ata kanë i kanë bosh të dome. Ju më kujdes për shembull, tash po flas për rolin tëm, si marr me fol për rolin tëm, po ju më kujdes që çdo ditë
Edhe çdo studio televizive me tregu që këta njerëz janë të paaftë. Që kanë qëllimet e janë të paaftë për pjesën ekonomike. Këta janë të paaftë me prodhu një grupacion, një industrie kur rebeloj ke ose jesh ke i paknaqur, ty në ekonomike kom të kanë drillë çka. Ke ngaj, ke marr, ke bo ekipet, ke marr mosa, ke adresu problemet e tina te qeveria. Apo kupton, e ke marr seriozisht këtë punë për shkak se një grup i caktuar për natyrisht ju e keni bë maksimumin. Po 3-4 vjet e kalume nuk është xheni pe thot që nuk ju ka një zonë sa duhet. Ka pas afera me Martin Berishën për shembull, që nuk është bë mjaftueshëm prej LDK-s dhe PDK-s për mi tregu masës çat skandalin e madh Martin Berishës. Për mos më thosh edhe ja kanë nimu pa. Se kur ka ardhur Martin Berishaj, LDK-ja PDK-ja në komision kërshëbëshën, ty unë nuk është temë këtu, nuk u marr për temën opozitbërja e LDK-s. Çat sa kemi bë, e kemi mri me atë rezultat. Besoj që do të jemi edhe më të besueshëm këtë zgjedhje, edhe do të ulet edhe më tutje, edhe domethënë ta kemi domethënë një situatë reale, për shkak se vetë 51% është situatë jo reale, ose është si më thon një flusk. Një flusk që shpërthen, dhe normal që shpërthen, sidomos kur dikush nuk din me përdor atë 51%. Që e përmende, pra këta duke tentu, nuk duke tentu me prodhu 2021 që nuk prodhohet më. Sa është njëherë në 100 vjet ndodh pandemi, e situatë e tillë që ka qenë vitin 2021, e as i lloj realiteti politik në Kosovë që i ka pas lëvizjet dramatike, duke ditë edhe lëvizjet globale e të tjera, kështu që nuk prodhohet. Unë mendoj që ka me prodhu të kundërtën. Domethënë duke tentuar me prodhu 2021 kanë me prodhu 2011 ku e mundohet s'kan qenë as 10%. Berat, jo, pe vazhdoj që ty. Në fakt, unë e keshtu e thonë që qëto tane janë reale. Edhe deshta me, une e përsëriti këto. Këto nuk janë probleme. Paramendoj është absurditet i llojit vet, ku institucioni me institucion ta krijojnë problem kolektiv që pasojat i vun qytetari. E kanë me zgjell tash në kryta, apo ja ka një instancë tjetër, tash na me zgjell manalte me zgjell çdo probleme. Kjo është absurde, kjo s'po dinjeri absurditet, kjo është puro politike për me kriju narracion. Jo, kjo është e menuar mirë. Po e menuar mirë për me kriju betejë politike. Dhe njerëzit duhet të jenë të vetëdijshëm, domethënë ky sekt politik, që nuk është mas parti politike, domethënë është sekt i njerëzve që besojnë që nuk kanë mendim të vetën, ja u shkruan dikush tjetër mendimet. Pra, ja u shkruan mendimet, ja u shkruan çka më mendu faktikisht, nëse kanë mundësi me mendu se disa prej tyre se dia kanë nevojë me mendu fakt. Se po. Edhe kë në këtë mënyrë të veprojnë dhe tash para mendoj domethënë këta dojnë me shku me përmbys çdo rend i cili është ndërtuar me mend, domethënë me lëvizjen pacore, me lëvizjen çlirimtare, me shumë partneritete, domethënë të krejt këtu komplet këtu shtylla domethënë rënohen me qëllimin që dikush me e projektu, me tentu me projektu atë pushtetin autoritar ose atë, si më thon, idenë e një populizmi ose një të majte kinse nacionaliste, e cila pastaj e ban këtë një farloj revolucioni dhe pastaj ai revolucion e përmbys sistemin. Kjo është domethënë mënyra e operimit të tyre. Nëse kishim pa vetëm një element që këta për shembull kur thoshin pe propozojmë një mandatar tjetër, nëse kishim pa një element që për një me kanë qëllimin me bën ndonjë zgjidhje ose me ofru një kompromis, çu është ofruar një kompromis. Se pastaj u kthym te ajo ideja, hajde tulmi eksponentë të tyne, se këta kryesorët e tyne nuk vdeshin, po zonja Kusare Lila e këtu. Asnjë veprim prej shkurtit nuk u kanë serioz qëllimi. Po dirçi na ulëm, na nuk jemi për me ik prej përgjegjësisë, po më ne për me marr përgjegjësi, po problemi është që ti edhe kur ti drejtohesh dikujt për bashkëpunim, e në knen prapavi, tenton me fut ata e pastaj me shkatruat parti, me tentu me shkatruat parti politike. Ka pas gatishmëri me bashkëpunu, qoftë me LDK.
Dhe më thonë, Abdul, Po vetë këshire, dhe më ftesa ka ofenduese për vetë kjo. veç këshire mënyrën e komunikimit të tyne, dhe më thonë, nuk ish 3-4 ditë, baherët që neve na thanë, keni vjedh vota. Pastaj, dolen këta incizimet e tyne, dhe më thonë, në mënyrë të organizume, atë sistemin e vjetër që tentun mi këtu sëtë, KQZ, se s'pi funksionar ma me diaspor. Votimin me Kanë qenë me shku kështu në ne, si me thonë në këtë stëdje televiziva, në kafe, në i dikullon bjerë, edhe mi mush votat vetë. Dhe thonë, mas asaj, në shpadhen organizim kriminal, mas asaj, vazhdimisht, dhe më thonë, në foltoret parlamentit, heq ma pak e heq ma shumë, as në bisedë formale, as jo formale, po në foltoret parlamentit, kryetarit i demokratike i ka thonë që Vučići po ka qef me qeverisë, jo, ish partit e opozitës. Pastaj, dhe me thonë, njërën që qysh operojnë në rrjetet sociale, ofendime, në rrugë, gjithkën, dhe me thonë, e kanë një farloj, e kanë mil, dhe me thonë, një ide të besimtarët e tyre të devotshëm, që po raj edhe po besoj që po zvaglohen dita ditës, se peshojnë këtë absurditet, ja, dhe me thonë, gjatë gjithë kohës, të bindun, që na jemi Serbi, qëra, mos u habet. Dhe me thonë, kjo ideja me Serbin dhe kjo tendenca me e polarizu me këtë farlojt, se u po, dhe me thonë, adet ke me manual, aja, kër nuk u votu zoti Konjufca, u po si me manual, si me pull, dhe me thonë, si kur kamera kështë që është, që e lëshon kamerën, si me lëshu një pull, janë nisën, dhe me thonë, një kar tragjik, jo kar gazmor, që shukona, apo një kar tragjik, i cili janë nisi, dhe me thonë, me vende pa vende, dhe me tërgu drejten, bani përshtypje intervista e zotit Haradinaj. Dhe me thonë, jashtë rivalitetit politik, ishte pak e ranë, mi dëgju prej dikujt, i cili nuk kalon jashtë aktivitetit politik, po flasë, se pastaj për politik, a edhe vetë tha, ka plët me katët e tjera në kuptim të aktivizimit. Simboli ishte shembull. Aty ishin pastaj komandantë të tjerë të ushtrisë qëndrimtare të Kosovës, ishte edhe zoti Abdigjiku kur e përmendi zotin Hadrxhonaj, dhe më thonë zotin Qunit, gjithë që kanë rreziku jetën e vetë, atje në koshare, dhe më thonë, në ditë më të fështira, edhe më të zeza të përpjekjes qëndrimtare të Kosovës. Dhe tash, dhe më thonë, këtë të figura i qujnë njerë Serbis, a ndërkohë tani anena kujdesen mi qitna për TikTok, do video, fatën peci të hece, jo në mdallë në Mitrovica. Një kolege jona Janina është ka përcjell këtë pjesën e tregtisë energjisë elektrike dhe është ka banë punë shumë të mirë. Edhe, si me thonë, në këto ditë kur bashkë këto akuzat kur ullë shumë, so me pata një paraqitje dikon, nuk i lexoj çka thojnë, domethënë, s'baj politikë çka po thojnë komentet në Facebook, në tranohen, domethënë, montojnë, kanë bërë montazha e gjanat e tjera. Po hina mi këshyr profilet. Domethënë, për 100 komenteve, dikon 98 kanë me profile cilat janë profile false. Profile false. Domethënë, ai kanë aktivizu, domethënë komplet çato paret që kushtimisht nuk i kanë fut, si me thonë, dobi një tritje ma normale të partisë ose në media, zakonshme këta i kanë fut komplet në një aparat kriminal. Unë menaj që këtu du të më aktivizu prokuroria, unë se di që a janë aktivizu. Se keni që mati këta. Po, e kemi paraqit, dhe më thonë, e kanë aktivizu një aparat kriminal. E kanë pasme për 2019. Po i tash e kanë, nëse shë këto ditë, është e frikshme. Është e frikshme mënyra e operimit e tyne. Gjithmonë të tentu me kriju këtë polarizimin që athet të tillë, që pastaj këta i pozicionën. Po mbane mend, po ju flasim prap me datën 28 dhjetor, kjo kam i prodhu kundër efekt. Kam i prodhu kundër efekt për shkak se njerëzit, po ajo që veç për neve, veç ne ta vazhdojnë këtë farlloj operimi. Po ajo që unë po frigona është kjo që po thu polarizimin shoqëror që mund të nxit
tensione, mund të nxit Jo, fushës ekonomisë është çështje ekonomike. Dje pam një shifër shumë alarmante të ikjes investitorëve prej Kosovës. Njerëzit që po investojnë jashtë Kosovës. Ky po prodhon tema për me vënë përçarje ndarje. Jo mendoj, është mirë. Edhe shpiu shmongët e thash prompte Dibrani. 166 milion euro. 166 milion euro që veç po mundona me përmend me përsërit se dje aty I thash s'po du mu marr hiç me çdo pjesë që apo janë çdo se këto janë tema që po prodhohen me kriju qëtë konflikt, për mi u shmong një realitetit të cilin ju ka shmong që 4 vjetë. Jo, qytetarët nuk po merret kërkush me hallet e qytetarëve, me ato që e kena përsërit me 10 herë qëto, shëndetësia, arsim, ikja investitorëve, pagnaqësia madhe e njerëzve, ikja e trive për shtyne, jo veç trive, jënë të ikë familjarë, jënë të ikë biznese, jënë të ikë njerëz që jënë mirë të kualifikuar edhe që e kanë një standard mirë tjetër. 166 milion për 6 muaj. Do më thonë 50 investimet e biznesmenëve të Kosovës jashtë, po në Shqipëri kryesisht. Shqipëri. 50% më e madhe sa vitin e kaluar. Vitin e kaluar në kohë 224 milion euro për 6 muaj. Po trendi 6 mujor I dytë ka tendencë më të madhe të rritjes së investimeve ose krahasu vetëm me vitin paraprak. Nëse kjo 50% rritje, sipas kësaj llogaritje, sipas trendit njëjtë 2024 nëse shkon, domethënë këtu do të kaloj vlerën e 400 milion euro. Që ky vend I vogël, 400 milion euro për të nxjerrë jashtë Kosovës. Domethënë lufta më e madhe sot. Edhe shtete si Gjermania, Zvicra, Franca, janë për me tërheq sa më shumë investitor, e na e kena luksin me lëmën a ik këtë këta miliona prej Kosovë. Nëse qito, veç ky parametër, krahasohet tash edhe me pjesën tjetër, ku ti e ki thellimin e deficitit tregtar, ku në 8 orë ka shku 7.5% e ki matë thellim I disbalancit tregtar, ku ka mri shifrën në këtë vit, ka shku deri në 700 milion mrena mujt. 5.8 miliard, në fakt e ki importin për këtë periudhë, ndërsa vetëm 700 e diçka milion euro ke eksporti. Domethënë për me marrë një krahasim ke dikon të 12.6 euro që na eksportojmë produkte, 100 euro na blejmë ose nxjerrëm parën jashtë Kosovë edhe marrëm produkte për vende tjera. Kështu që nuk prit diçka më shumë prej dikujt që krenohet thotë kom siguru bukën e motmotit. Që vende tjera dhe blejnë për, nëse s'kan grunë blejnë bukë prej tjetër kujt apo nuk është çështje. Do të thonë atje po folëm për ekonominë që po prodhojnë mikroprocesore, janë luftë për me tërheq do të thonë investimet e inteligjencës artificiale, gjëra të tilla të cilat sot as nuk e trajtojnë çështjen e bukës së motmotit. Do të thonë këtu ju kam ngolit në kokë. Po ajo që është shqetësuese është që ekonomia Kosovës nuk ka para. Dhe unë më u sfidu juve këtu, nuk po ju tham me më tregu krejt kush ju përkran marketingën këtu, po nuk besoj që ka pas ndonjëherë krizë më të madhe me kry pagesat dhe me kry obligimet. Njerëz kanë problem, qytetarët sot kanë problem me mbyll muajin. Kanë pas ma problem dhjetore në janarën shkurt. Bizneset kanë me pas problem, qysh kanë me poshtat me rritjen e çmimit të energjisë elektrike nga janari, me këtë ndryshimin tani që ka ndodhur me daljen quasi tregun e hapur të energjisë elektrike, po e tham quasi liberalizimin e energjisë elektrike. Dhe çka nën kupton kjo? Kjo nën kupton që ata I kanë 3 opsione bizneset. Opsioni 1 është me largu punëtorë për punës. Këto. Opsioni 2 është me operu me humbje. Që nuk besoj që dën dikush me operu me humbje. Opsioni 3 është me largu prej Kosovës. Domethënë nuk janë asnjëna nuk është prandaj çfarë drejtë asnjëna nuk është derisa këtë shtetet fshinje tona kanë bërë politika për përsëris për me tarek investitor. Me largu punëtor për punë, me punu me humbje ose me largu prej Kosovës. Pse vjen deri tek kjo? Për shkak se
Prapo kthejnë ata, nuk besoj që kjo është veç pa dituni, kjo është e qëllimshme. Është në kodër, në këtë mendësinë e rënimit të shtetit. A beson që qëllimisht nuk ju bë Berata je hala me këta që mi thon praktikanta këta. Unë besoj që është kombinimi pa ditunis dhe i qëllimit keq. Domethënë, unë mendoj që e qëllimshme është shkatrimi një sistemi ekonomik që me kretë të mirat dhe të këqijat e veta megjithatë ka funksionu, se njerëzit janë punësu aty, kanë marrë paga jo në sektor privat. Domethënë, nuk jeni medium shtetëror, jeni medium private, unë në angazhimin tim e plot e tjerë. Domethënë mendoj që qëllim është e qëllimshme, pra kjo që po ndodh, duke tentu me kriju në një anë kompani tyne, cilat pastaj ju ndihmojnë me qëndru dhe me majt pushtetin, dhe me mujt këta me funksionu edhe kur nuk e kanë pushtetin. Edhe qëllimi i dytë është me rënu komplet atë çka është ndërtu. Faktikisht sikon institucionet e pavarura don me rënu edhe sektorin privat. Këtë don me bë. Unë nuk po shoh si me thonë ndonjë teori tjetër. Uroj me qenë unë e gabim nashta, po nuk peshoh që po ndodh ndryshe. Pse po e them këto? Në kushtet kur bankat kanë pas vështirësi për me dhënë kredi, mungesë depozitave, Banka Qendrore u shku e ka ndryshu rregulloren, ja ka lidh durt edhe më shumë bankave. Kuptim të lejimit të përdorimit të kapitalit apo të depozitave për dhënie të kredive, që mos t'ja ngarkoj njerëzve me terma teknik. Pra, kohën kur bankat nuk kanë pas depozita të mjaftueshme, për shkak se qeveria s'ka punu, investime private ka pas më pak, investime publike ka pas më pak, fuqia blerës e ka ra, bankat kanë mbledh më pak depozita. Kur mbledhin më pak depozita, japin më pak kredi. Në çet vend, jashtë bankës, nuk ka dikush që mundet mu financu dikon tjetër, nuk ka ndonjë alternativë tjetër, ose fajdeve që kanë mri kulmin në kohën e tyne edhe krimi me fajde, për shkak se kemi pas edhe vrasje, raste kriminale në atë drejtim. Nuk ka pas domethënë format e tjera të financimit. Kur të zbllokohet që ky kanali i financimit, prap preken kompanit. Kur të preken kompanit, të parë që preken, janë punëtorët. Dhe kur thamë është e qëllimshme, është sikur me kriju edhe aty një farë lloj polarizimi. Domethënë, hajde ta krijojnë një situatë ku tani punëtorët kthehen kundrejt pronarëve të vetë, një farë lloj ide aty revolucionit socialist, domethënë ku duhet mu rënu gjithçka. Tani, kompanitë janë domethënë buzë gremines, shumica e tyre. Janë duke operu investimet huaja janë duke operu siç janë duke operu. Çmimet janë në kolm, domethënë edhe tani kjo si situatë mund mbahet e tillë për një periudhë të shkurtë kohore. Kur tham periudhë shkurtë kohore, 6 muaj deri në 9 muaj. Po nëse nuk ndryshon diçka në mënyrë rapide, të shpejt, atëherë ne këto 166 milion mos u çudit që kemi pas vitin tjetër 450 milion e më shumë. Për shkak Gjatë 6 është veç për 6 muaj. Po 6 muaj tjetër mos u çudit se kemi pas më shumë. Çfarë po ndodh për shembull? Sektori patunshmërisë. Ka ende kërkesë. Prishtina, qendrat e tjera të mëdha ende kanë kërkesë për shkak se po ndron struktura e familjes, po ndron edhe mënyra jetesës, domethënë prej si më thon banesave më të vogla kalohet banesa më të mëdha, domethënë nuk është që s'ka kërkesë, po problemi është blerja. Domethënë kush blen dhe çysh blen. Këta që duhet me ble këtu mrena, s'kan çysh. Kush blen? S'kan qysh. E dyta, nëse dojnë me shku në bank me lyp kredi, këtë vetë nëse shku me lyp banka s'ka mujt me financu, po, banka e ka zgjidh problemin e mungesës të parës, duke mos shu kredi. E qysh e ka kufizu kërkesën për kredi, i ka rrit
kamatat. Po. Dhe shumë njerëz që kanë shku me ble, edhe pse kanë pas nevojë, Jo, e rritë me ata e justifikojnë me drejt edhe për shkak të jo stabilitetit. Po risku politik është rrit, absolutisht. Risku politik është rrit. Dhe tash kur janë shku me marr, këta s'kan mujt. E dyta, çka ka ndodhur me diasporën. Ka ndodhur dy fenomene. Këta që kanë investu, si më thonë me në atë idenë të investoj diçka në vendin tem, që kanë blenë ndonjë pronë, ndonjë apartament ose ndonjë lokal afarest, këta tash kanë fillu mi shit. Që është shumë shej e negative. Edhe për të tjertë, se e kanë hu besimin këtë ekonomi. Ndërsa nuk po blenë të reja këto, kanë fillu me ble në Shqipëri. I takova disa... Shqipëri 166 milion që berat, a janë investimet të investitorëve që janë rezidentë në Kosovë edhe të kosovarëve që janë... Janë gjithë kosovarë, gjithë që janë me origjinë Kosovës. Edhe ata kanë fillu me ble, edhe në anën tjetër kompanitë Kosovës kanë fillu me heriu Solidja është e vërtet që po del në Kuksave? Nuk jam i sigurt, nuk e di. Po kështu thash, unë nuk e di. Periudhës ekonomike. Tash bizneset kosovare po largohen. Investimet huja, a kena pas Allah çto në Kosovë çto 4 vjet e fundit? A ka pas të paktën mbas komunikimeve që ke pas? Po, këta që kanë shit energji elektrike po. Po, domethënë vetë përveç energji. Që kanë hap kompani të reja. A ka pas kompani të interesuar të paktën për me investuar në Kosovë? Ta tregoj realitetin e investimeve në strukturën e investimeve në Kosovë, sidomos vitet e fundit. Nëse e filtron pasqyren, e sheh që dikon 80% janë patunshmëri. Po mirë dhe po çaj është realiteti që pasqyrohet investimit. Edhe pjesa tjetër është fitimet e reinvestume të bankave. Domethënë bankat e huaja që i kanë kriju fitimet këtë, kur i kanë reinvestu, ajo në kalkulim statistikor është paraqit si investim i huaj. Në Kosovë asnjë projekt i rëndësishëm. Nëse kjo qeveri del i 3 projekte, unë nuk flas më për ekonomi. 3 të rëndësishme me rëndësi ekonomike, që tash mund dikush edhe unë kam hap, unë faktikisht jam investitor i huaj, fushën time, po nuk është, domethënë, dëni 3 projekt me impakt madh për rrethonat mijat, po për shtetin, domethënë në energji për shembull, në infrastrukturë, një brand në turizëm, në brand i cili është domethënë kompani që e zhvendosi prodhimin për ndonjë vendi në Kosovë. Për kësaj lloj investime jam ka folur, për investime që shtojnë vlerë në ekonomi, vlerë të shtuar në ekonomi. Jo diaspora që kanë Shkar, Mercedesin. Jo, ato janë shumë transishme. Po ja, absolutisht. Ato nuk pësën, edhe ato janë transishme. Po jam duke fol për një vend, këtë mikja, një ish ambasador që ka qenë vendin tonë, nuk po përmendi shtetin cili, po kur u largu prej Kosove, përfundoj misionin faktikisht, më ka pason që me krejt që ka ndodhë, dhe me thonë, në këto 4 vite, dhe me thonë, në kuptim të ekonomisë, për me rikthy atë hapin, më kthy atë hapin që duhet me pas ekonomia vendit, kanë më ndoshta edhe 2 dekada nëse shkohet me këtë ritëm. Pse pe përmend? Ne thamë që pasojat janë shumë të mëdha sa këto politike se një pushtet në rrot. Na veç për një moment, të nal, unë e baj atë farë, se më dhon ushtrimi mendjen tem. Për një moment vendosën këtë pjesë Shqipërinë dhe vendosën Kosovën. Qoftë me numra, qoftë si zhvillim, qoftë si pamje. Qoftë si imazh, qoftë si... Sot vjen një potencial ekonomik. Kompani turistike e Argentinës i kam mësafer në fund kësaj jave, po vinë kështu vetëm për, si me thonë, për shkak të raporteve, po janë Shqipni. Janë Shqipni për me pa mundësinë e investimit, zgjerimit, aktivitetit të tyre. Edhe po më pës për Tiranë, se kanë qenë para 8 viteve, domthonë po shohin
ndryshim dramatik në Shqipëri. Do të thonë investim jashtëzakonshëm. Do të thonë një qytet I cili transformohet Ndryshim pozitiv, po. në një taman në një metropol I lakmueshëm nga të gjithë. Do të thonë sot Shqipërinë e dojnë krejt. Shqipërinë sot e dojnë krejt. Ama që shumë përmbës që kjo E tash jena ka shumë më atraktiv, jemi ka shumë ndoshta më të favorshëm. Tash kjo po, jena Sa po do treg më të vogla. potencialisht më I mirë për me të rek Sa do që investitorë. unë e kënaqem, do të thonë kur e shoh Shqipërinë kënaqem, do të thonë një kënaqësi shpirtërore. Në anën tjetër më kap një farë xhelozie, do të thonë në fillim kur ishte në javën e kaluar të martën, nëse s'gaboj se kur do që I hapi Shqipëria negociatat me tonën, me kapitullin e fundit negociatave. Atë në pamje evropiane, një ekip, njerëz pozitiv, një ekip negociator që pelavdon komplet bota. Mrau me disa meq duke bisedu, do të thonë që kemi qenë në proces të integrimit evropian më herët, nacionet ekonomike, ata në shoqëni civile, dikush tjetër në institucione në ato vitet e para të procesit të integrimit. Do të thonë nuk ka një farë dinamike që na besonim që ishim të partë, se ishte ai momentumi edhe mas shpalljes së pavarësisë, edhe sikur kur u hapshin dyert interesimi. Tash ku përfundum na, do të thonë përfundum me sanksionet e Bashkimit Evropian, se s'po flas për tutje. E tani normalisht që kjo kthehet në nuk është problemi kryesor numrat, statistikat, a kemi 3% a 4% rritje ekonomike, po shoqënia është në depresion. Depresion kërvia. Kur është në depresion, shpenzon më pak, se ti prodhon numra, statistika edhe me import. Funditës. Do të thonë thu importu, vo rrit qarkullimi I bizneseve, po qa po më tregon ti mu për 4 vjet, kur erdhe me idenë që mu rrit prodhimi I vendit, e përfundum, jem të përfundum do të thonë shifra 6 miliardë të Në të paktën I kena pas importit. I kemi pas fuqi re punëtore, rinje kualifikune, mundësi e letë me arë me bo biznese, taksat të lira. Të favorshme. Do më keq këtu I ke pas. Ti mos unë thirrësh asnjë prej qytetëve, si më nuk I që të rinj, nuk I ki më që ta njerëz të kualifikuar. Sa që ta që kanë mirë të kualifikuar ose të shkolluar me diploma fakulteti, janë shkuar të punojnë në Baushtella ose në McDonald's-at Gjermanisë të Zvicrës. 200.000 vetë largu pi Kosovës 4 vjet e fundit. 200, po, sipas statistikave dikon 240.000 janë zyrtaresh. Domethënë që ta 240.000 janë fuqi punëtore. Po. Domethënë ne çdo investitor berati e din më mirë, çdo investitor edhe çdo biznes edhe në ekonomi treguesi I parë është fuqia punëtore. Ma ne vinë financat e idejet e projektet e kajet e orienton. Berat që kjo është shumë zor me u kthy. Plotin Shkon nëse morëm krahasimin edhe me Shqipërinë. Shkolla kriminalitetit të djegur shumë. I këtive njerëzve shumë ngadalsh. Shpesh e përmend, I them qore, pushtetet zakonisht kanë tendenca që të grupet kriminale dhe rrezikun e brendshëm mos me demonstru jashtë, sidomos në për media ndërkombëtare. Unë jam një prej atyne ku kam bërë përpjekje një herë me çuni hulumtim të ambasadës gjermane në Gjermani, edhe kam çunë 3-4 mediume nuk e kanë publikuar. Në një takim kur e kam pas me një gazetar të Bild Zeitungi, Bild Zeitungi është një gazeta më spekulative në këtë Evropën. Shtypi verdha, çush I thonë. Po da, ata njihen në këse. Ata madje nuk e kanë publikuar, edhe ma pa thonë qëre. Mrena Gjermanisë, na e qesëm edhe me pas me dyshime, me dilema, a e vërtet, aso e vërtet. Interesat e Gjermanisë, ja shtetit Gjermanisë, harreje që ty 1 milion tjerë. Dhe më thonë, na ka herë shpesh e thëmë, kur kena shku jashtë Kosove, si me thonë nuk e kena pas kritiken e njejnë ndaj pushtete, në kuptimin e asajna që na kena thonë, Kosova në vendi mirë me ardhë me investime me na kena mbrojt. Këtu po të tash ki njerëz pushtet, që qohet pozita e presidentes, edhe tash po del që paktën në një intervistë me një gazetar, e në një takim me përfaqësues të këtë shtetet BE-s, e thotë që na I kena luftu jashtë asaj se qysh fol ose qysh ka fol ky pushtet. Po. Për Kosovën e ki tinjizuar me zon dhe me video
atë Grackën që ja banën ata gazetarë të rës kryeministit, në emën të presidentit të Letonisë, dhe aty është se çka fol kë. A keni dëgjuar çka fol për vendin e vet. Domethënë flet për bizneset kriminalizume, për opozitë kriminalizume, për mediat kriminalizume, domethënë mi morë seriozisht na mi besu na edhe që të kapital të vogël që e kena të zbuqu me kjo është gjuha e tij, që pastaj se di pse i kapën një farë euforie kur dalin mediumet e huaja, përfshi edhe presidenten në rastin e fundit. Domethënë me fol për një vend i cili në sytet e tjerëve, se na nuk do të me kështu çka është qëllimi jonë politik. Domethënë nuk mujmë na politikën tonë brendshme me kthyn pastaj në diplomaci ose mjet të diplomacisë. Domethënë çështjet e tua të brendshme këto, dhe këto shtyjmë sa dush. Nëse që të budahur. Po kur del me bë aktivitet diplomatik, ti dush me projektu optimizëm. Aja që tash për lidhe me depresionin është projektimi i optimizmit. Shqipëria, në realitet, kur po tham për këtë Shqipërinë që e shohim, nuk është që e kanë ashta edhe situatën më të mirë me kompanitë e mëdha, po në botë po shihen si vend atraktiv. Do ti duhesh me e projektu vendin si vend atraktiv dhe pastaj nxit investime. Dhe adim se ti e ka kryetari i Odës ekonomike, po ti den që as bizneset e Kosovës nuk i kanë lëmë investuati. Jo, po nuk ka po jo kur krijon optimizëm normal që të vinë edhe të Kosovës. Pa din kur fillon ajo mendon. Kur fillon që optimizëm fillon pe mrena. Tani kompanitë tua, mrena që janë dhe që ecin përpara, ato tani bën promotor. Po, dhe kryojnë partneritet. Se s'mund të luftu çdo branshë që merr sektorin e hotelerisë në Shqipëri, domethënë se e shikan, e të restoraneve dhe që janë transishme për paketën turistike që e kanë. Domethënë ata kur kanë filluar me pa dritë ata, me pa rritje, domethënë shkojnë në Tiranë, isha restoranet më të mira në spakut në rajonin e Evropës juglindore, ndoshta deri në Evropë qendrore atje. Edhe çka pastaj kjo sill? Pastaj kjo sill brendet e tjera, sa ato shohin që këtu ka potencial. E na pingulfatim këto tonat. Po i mund po ja kanë nxitur punëtorët me ushqime, po ja bëjmë jetën më të vështirë me energji elektrike, me burokraci, me shamje, linçime ndaj disave, e deri taja që ti ke fol, domethënë nuk e ke nal fjalën, unë jam dëshmitar i kompanisë. Nuk më lejohet me e thonë me emrin, po jam dëshmitar, domethënë nëse ti kujt i don me dëshmu dhe matutje edhe bëjmë. Jam dëshmitar e cila në kohën kur ai fliste për luftra, kryeministri, e ka tërheq këtë kërkesën për mu regjistru në Kosovë dhe me armishtru aktivitetin e vend Kosovë. E ka pas zyrën e Bullgarinë, Sofia, kompania amerikane, e cila pastaj e ka kufizu aktivitetin në një person përfaqësues ose dy persona përfaqësues që janë lokal, po nuk e ka bë zhvendosjen investimin që ka pas me hap dikon mbi 100 vende pune. Domethënë në shërbimet që i ka ofruar në Bullgari, nuk ka dashur me bë njëjtën, domethënë atje me vazhdu tutje, rrit kostot e fuqisë punëtore, ka dashur e ka pa Kosovën me interes. Edhe për kana e kostove për zyre, për shkak se kërkohej hapësinë më e madhe, edhe për ka pjesa e kostos së pagave që ishte për 100, nuk janë pak 100 punëtorë të ri, dhe cila në kohën kur ky fliste për luftë, ma kanë dërgu linkun, edhe më kanë thonë që duhet me e nal, unë isha duke punu konsulent për ta, edhe ata kërkun dhe më thonë me nal regjistrimin në Kosovë, për shkak se atje po flitet për luftë. Njëjtin shqetësim e kanë pas në disa kompanitë e tjera në Kosovë, që kanë kërku, që janë prezente investitorë të huaj në Kosovë, kompani të vendeve të ndryshme të Bashkimit Evropian, që kanë kërku takim me komandantin e KFOR-it për me
ju jep garanci shtesë që në Kosovë nuk ka me ndodh luftë, edhe që nuk po ju rrezikohen investimet. Ata kanë nejt, po të tjerë që kanë pas me ardh, nuk ja ka nis fare, domethënë as një lloj aktiviteti. Ja nëse më lejan veç një a ke analizu Berat në herë, qysh është e mundshme mos me pas pikë fuqie veç në Kosovë bizneset. Ti na dim këtë, na përket botën gati, si me thonë, një farë treguesi është pikërisht fuqia e biznesit. Se bizneset e varën, bizneset e mbajnë edhe shtetin edhe është janë mbijetesa, është po mënej mirëqenia e njerëzve që dy. Edhe kanë një fuqi të jashtëzakonshme na përket vendet. Madje unë për shembull në Amerikë, a ke po nuk hezitojnë, në qatë e bazojnë rezultat fitoren, e bazojnë koqa shumë edhe nuk ja huq gati se kush po kanë për përkrajt biznesin më shumë ose kush po bën fonde më shumë që po mbështetet fushata e tyre. Pse është që kjo realitet në Kosovë? Ne observojmë se kam qenë kryetari i udhëheqjes ekonomike dhe e marr mend, ndoshta gjatë pandemisë nuk kemi lënë gur pa lëviz për me vepru shteti në përkrahjet e bizneseve. Aja ka kosto pastaj, dikun ka kosto politike, dikun ka kosto personale, të karrierës e të tjera, po normalisht në situatat e tilla ti duhesh me u mobilizu. Ky pushtet, ndoshta ka pas biznese që e kanë përkra ardhjen e kësaj partie në pushtet, se nuk ish mujt. Domethënë për me ardh pushtet, një parti duhet me të përkra, me pas përkrahet gjanë shoqënore, me të pas përkrahet gjanë financiare e të tjera për me ta mundësu me mri. Dhe ajo që unë e kum pa, dhe më thonë, e shë në disa drejtime. E para, hapsina me ndryshu ndë një legjë. Do një nën të vetëm të ndë një ligjë ka qenë gati e pamundshme. Se s'ka leju fare dialog. Ministri i Financave i ka taku Ministri i Financave i ka taku organizatat e biznesit, a dini kur ka desh me shty një mënyrë krejt jo ligjore të temën e pagës minimale tash. Tash në javën e fundit ka qenë kjo. Edhe kom pas një reagim. Domethënë ku ke që dhe ka jo mirë, domethënë ku ke për zotri ministër 4 vjet. Po do bash që ku ke 4 vjet që se thirrë kërkan. Po kanë bën ligjin për tatimin pronë me impakte të jashtëzakonshme financiare. E kanë pas çështjen e trajtimit të tregut të energjisë elektrike. Para po të kthejnë në detaj, domethënë këta nuk e kanë bën këta pse s'kan ditë me bën këta dialog publiko-privat. Se nuk është ajo temë që me thonë shkencë raketore që thonë me përkthy prej gjuhës anglisht. Ska desh që publikisht i ka luftu vëlla. I ka luftu. 5 vjet e lufton. I ka luftu biznesin, fuqinë financiare, prodhuesin kur ka qenë një takim me disa kompani të një vendi të Bashkimit Evropian, atëherë isha ende në përfundim të mandatit të kryetarit të udhëheqjes ekonomike dhe kërkoi që udhëheqja ekonomike me organizu bizneset e Kosovës për me marrë pjesë në ato takimet me bizneset e Austrisë. Dhe kur e kemi qu listën nga kabineti i kryeministit Kurti, ka ardhur përgjigjja që jo na po dojmë mi bë listën e bizneseve të pastërta. Domethënë para meno, këta me shërby aty si një farlloj autoriteti puritan, moral për me i pastru bizneset. Në fakt, këta kanë dashur me i ftu vetat. Se nuk është çështja që kanë dashur bizneset pastërta, nuk jeti me tregu kush është i pastër, kush nuk është i pastër. Tani për më kthy te fuqia, unë e shoh nuk është e jamja për pozicionit që kam qenë si kryetari i udhëheqjes ekonomike, më tash me kritiku dikan për punën se mos punë në pjesën, po në përgjithësi shumë të zhurmshme kanë qenë disa shoqata të biznesit
kohën e kaluar se sa e kemi qenë bashkërisht në kohën e kaluar. Edhe çfarë presioni për shembull, disa bëj ke pe grupe edhe në kokë gjatë të rebelune ose sindikata. Jo veç ora ekonomike, Ta qumshtart. Ju ka plot a din ç'është problemi? Sektore që për ne kanë bërë telashe pushtetit po të kishin, si më thon, po të kishin përfituar diçka, kuptim, hajde të rrim, ta bëjmë një dialog, ndoshta jo të zhurmshëm, jo mediatik, jo, si më thon, në formë të presionit, po gjejmë mënyra, po këta nuk i kanë dëgjuar fare. Këta si kanë pritur në takime. Kjo është problem i jashtëzakonshëm. Prandaj dikon rrugës, edhe bizneset e kanë pa që ndoshta s'ja vlen, edhe kanë filluar me mendu mënyra të tjera, përfshi edhe investimet në vendet e tjera. Po të veç është e qytetshme, për mësë thallë dhëmshme që mësë me pas nëziqysh si në asë një falë rëmëjfëshirë. Me prakt të zgjedhjen 28 dhjetore, cila do t'jetë strategjia e LDK-s në zgjedhje? Tash i pam inkuadrimin e disa figura të reja, ka me pas njerëz tjerë. Shiqo, tani janë tri drejtime, ishte edhe pjesë e temës së kryqësisë qendrore të Lidhjes Demokratike të Kosovës dje. Domethënë krahas nominimit që është procedurë e rregullt brenda Lidhjes Demokratike të Kosovës, u diskutua edhe forma sa i përket hapjes, përfshirjes së degëve, njerëzve të ri e të tjera, domethënë lista, si listë. Pastaj normalisht patë edhe diskutime sa i përket formës së komunikimit, edhe normalisht pjesë tjera që janë edhe procedurale edhe masnej edhe programore ma vonë. Kushte normale, në zgjedhje normale është ndryshe mënyra se çu organizohesh, për shkak se ki kohë dhe ki format tjetër. Këto zgjedhje janë specifike për disa arsye. E para, për shkak se mohen pas dështimit spektakular të një partije me 42% që nuk arrin me kriju institucionet, nuk arrin me kriju shumicë. Janë zgjedhje jashtëzakonshme për shkak të kësaj arsye, dhe janë domethënë janë në një periudhë, si me thonë, jo edhe të letë me organizu si zgjedhje, domethënë se jem mujnë dhjetor, po du me dalë aty. E treta specifika është që nuk e di sa ka hapësinë edhe kohore me folë pastaj për program veç e veç, për tema veç e veç, për shembull që kemi pas në ciklin e kalum zgjedhor që i kemi prejkë gjitha temat dhe projektet në secilën temë. Edhe që kanë dy specifikat e tjera, kemë urgjencë kombëtare, dhe më thonë me nru këtë formë, këtë metodë, këtë format të këtij pushteti që e kemi pas, edhe për shkak se zgjedhjet po zhvillohen në një polarizim që falem, besoj që e elaborum. Edhe këtë tensionu pak më shumë që kjo situatë çdo zgjedhje ajo. Kjo pa që diskursin na nuk kemi diskurs as ofendues as polarizues, ne tentojmë me tregu realitetet që nuk mujmë me ushmang na prej idesë që hajde mos tregojmë çka ka bë kë, ose mos me e adresu sakt për shembull problemin që na ka thënë. Jeni të kalitën se jeni kohan e dan që shtu. Jo të këja, po ne pi admiroj për durimin për të kënë. Spikomendoj partitë e tjera. Jo, isha duke thonë, jo, nuk kemi vetë durimi. Nuk kemi me injoru kush është shkaktari i krizës, kush është shkaktari i kësaj gjendje që e kemi. Po na nuk do të shkojmë me organizu me ushtri linçuese, nuk do të shkojmë ne me kriju parolla nacionaliste këto, ose kush ka tradhtari, kush nuk e tradhtari, se shamje dhe ofendime. Domethënë ideja është që shoqëria të depolarizohet, jo të shkon në polarizim, s'ka shumë. Kështu që do të mundohemi në anën tjetër me tregu realitetin kush e sjelli këtë vend në këtë gjendje. Domethënë dhe kjo është shumë e rëndësishme. Sa i përket figurave, është shumë e rëndësishme që Lidhja Demokratike edhe në këtë cikël zgjedhor, edhe normalisht unë vetë kam qenë, domethënë një prej atyre që janë përfshi
një cikël tjetër, jo prag zgjedhjeve, po më herët tash s'kem kohë, do të thonë tash ose ky që tash ose e lën këtë punë. Që do të jesh prapë në listë. Po do jam listë, po isha duke thënë, do të thonë ka njerëz të interesuar për me qenë pjesë e listës Lidhjes Demokratike të Kosovës, ka dhe partner, parti, grupe politike, të cilat Limaj tashmë po dihet. Ato që kemi qartësu. Jo, që kemi qartësu, nuk është definitive, do me thonë asë një parti politike, se më ndryshojnë mendje, rrugët, po na që kemi qartësu dje, dhe kemi autorizu kryesinë e ngushtë të Lidhjes Demokratike. Kur thamë kryesia e ngushtë janë kryetari, nën kryetari kuvendit, shefja grupit parlamentar, e kemi autorizu, dhe me thonë, me negociu me grupe politike cilat dojnë me bashkangjit listës të Lidhjes Demokratike të Kosovës nën silen në logon e LDK-s. Do të thonë nuk do të ketë koalicion klasik LDK plus kjo, po do të ketë Lidhja Demokratike e Kosovës, pastaj partitë që i bashkangjiten ose grupet politike që i bashkangjiten do t'i propozojnë numër të caktuar, tash varet çysh merr me vesh dhe i fusin e listë. Kjo është modaliteti i bashkëpunimeve. Edhe normal gjithë fytyra tjera që po vinë nga profile të ndryshme. Do të thonë edhe profile të mediave, edhe profile të artit, edhe profile të fushës së teknologjisë informative, edhe profile të, si me thonë, të arsimit e kështu me radhë. Bëna publike kushën të negociu. Jo, nuk se kanë për verë. Jo, për shkak të kërkesës së tyre që t'jenë, do me thonë, të arrujnë edhe një farë ekskluziviteti, ta qesim edhe vetën në pozicionin e secilit. Ka që me pozicionin. PDK-ja, edhe LDK-ja, jënë të e kalu një fazë... LDK-ja, se është PDK-ja, kështë LDK-ja. A ta thëmë që ta, është mirë janë rrëhem në. PDK-ja dhe LDK-ja jënë të ju ballafaqu me të dyjat me një situatë ku kanë pakënaqësitë e brendshme. PDK-ja, ta... Zdin me rujë se cili ma... Nuk besoj që ka me kalune... LDK është e vërtet edhe është realitet që po, ka pakënaqësi të brendshme. LDK-ja përmend diqysh se jashtë këtij debatit publik, edhe LDK, unë e kam përmendur edhe një natë që tu se di kanë kemi pas, por duket me gazin e zdi me kanë. Do të thotë që njerëz në LDK kanë gjithherë e shohin LDK në mbi veten. Kanë pakënaqësi të mëdha, por kur nuk dalin publikisht. A këta të partive tjera, këta ta djegin partinë për një interes vetë. Ka pakënaqësi. A ka me mujt, si me thonë, kryetari, lideri LDK-s, kësaj here me përpilu një listë e cila nuk shkakton që si... Veç ta... Për shkak se ti e din që është të gjatë betejë e madhe kjo. Kush po jenë 10-ën e parë, kush po jenë 20-ën e parë, numra, canet, që po shihen. Me Arben Gashin probleme, me Abdullah Hutin probleme, me... Ma herët me Agimin. Po dhe, që tu pakënaqësia ka me mujt me unifiku në një parti. Që LDK-ja me dalë ma e fort. Që ja u jepi një përshtypje teme. Në kur kom qenë jashtë, kom mendu që kur del dikush folë kundër një parti, sa den po bëhat në atë nami, ose po ndodhë ku me di çfarë situate dramatike. Kur jem rena është një situatë tjetër, do më thonë, pakënaqësi mundet me pas edhe ne. Sigurisht e moj me pas pakënaqësi. Si vote vërtet. Çfarë herë? Po, jo, aja është tani, aja nuk lidhet me partinë, do më thonë, nësë me fajsu partinë. Ama ka plot, nuk jenë sigur ti. Plot tjerë nuk i fiton zgjedhje, dele shal partinë edhe hec. Mirë, edhe pakënaqësi kanë funksionarë, do më thonë, antarë të kryesisë, dikush ndonjëherë ka pakënaqësi në jetë, edhe për shkak të ndonjë probleme të tjetër dhe pastaj e reflekton. Pa u fut në raste specifike, do të thonë pakënaqësi të funksionarëve ka gjithë. Okej. Jo vetëm në Kosovë. Gjithkund po. Gjithkund. Do të thonë ka pakënaqësi, dikush i shpreh, dikush nuk i shpreh. Dikush i zgjedh. Po nuk ka, veç duhet me ta sqaru, do të thonë, nëse ju referohemi ndarjeve të mëhershme të Lidhjes Demokratike të Kosovës, ka ndodhur për shkak se ka pas ndarje në elektorat. Po. Që më thonë një pjesë e elektoratit u shku në një drejtim, një pjesë në një drejtim tjetër. Dhe pastaj ka pas përplasje
jo fizike, po përprasje verbale, që pastaj është reflektu në organet e lidhjes demokratike të Kosovës. Edhe në vot. Edhe në vot. Do të thonë, kur ka ndodhur ajo përplasja e elektoratit, neve në ka rrjedhë elektorati, pastaj e dini, do të thonë rezultatin e zgjedhjeve të vitit 2021, se ka pas përplasje mes ideve, mes koncepteve që janë reflektuar në elektorat. Jenë menagju. Tani nuk ka përplasje të tilla. Do të thonë, ai elektorat që aja është i rreshtuar mas leadershipit të lidhjes demokratike të Kosovës. Gjithmonë, prapë përsëris, asnjë situatë ideale nuk mund të jetë kuptim të asaj që kimë pas njerëz që kanë me qenë gjithë të kënaqur. Se s'mundesh në politikë. Nëse sot je në opozitë, te me ki listë. Nesër jenë pushtet, ki pak nasi dikush mund të akomodohet, dikush thot pse unë këtu, dikush tjetër thot pse jo aty, e kështu me radhë. Ajo që po du me thonë, është që lista, kësa herë do të jetë, do me thonë, një përgjithësi e kryesisë të ngushtë të lidhjes demokratike, që do ta bëjnë më të mirën për me i përfshi gjithë, si me thonë, sferat, gjithë dekt, gjithë prurjet e reja, gjithë ata që vinë nga partnerë në listën tonë, dhe normal ta kenë renditjen meritore. Kur tham renditjen meritore, listë që ta fryma ose elektorati rrugovist, mos me kalu mo te këto partitë që po rrejnë. Besoj që ma LDK ose ma rrugovista jena në atë. Besoj që aja nuk ka qenë kur pikpyetje në lidhjen demokratike. Jo, ka qenë pikpyetje se Fatën Peci ju ka marrë elektorat. Dhe më allaj po thotë një marrë rrugovist. Jo, manipulem me rrugovizmin, po rrugovizm ka pas sa dush në lidhjen demokratike të Kosovës. Thonë, edhe kujdes ndaj vetë familjes Rugova, kujdes ndaj vetë trashëgimisë Rugovës, qoftë me pjesën që lidhet me fondacionin që kemi, me shkollën politike, me lartësimin e figurës e Rugovës, edhe kështu me radhë, domethënë janë pjesë që dihen, nuk janë gjana të cilat na, si me thonë, kemë nevojë tash me marr tupanin me e thonë. Po megjithatë ka pas një lloj tendence manipulative të njerëzve që, domethënë, të shkon e dëmton shtëpinë politike të presidentit Rugova, e dëmton, domethënë kur e dëmton i shkakton plagë që me shumë vështirësi po shërohen edhe sot, edhe ti thu unë e marr një flamur dardan aty dhe dalë edhe thu unë jam Rugovës. Jo zotni, ti ke shku në një formacion që në çdo element është komplet kundrejt frymës që e ka promovu presidenti Rugova. Formacion antidemokratik, antirepublik, që ka dash me pa presidenti Rugova, anti-aleancave perëndimore e kështu me radhë. Do të thonë, kjo është në aspektin përmbajtësor, edhe në aspektin simbolik, është bërë shumë punë, mënyrë që të ketë, do të thonë, aktivitet, përfshirje proaktive edhe të njerëzve që kanë dhënë kontribut në kohën e presidentit Rugova, e merujt atë trashëgimi edhe merujt një farloj kontinuiteti. Berat, ka që keqen për sonte, faleminderit shumë. Zan, faleminderit shumë. Miqtë e Infokusit, faleminderit që na dashët. Miropafshim. Për gjitha komunat e Kosovës. Rezultatet, sukseset, puna dhe dështimet e kryetarëve të komunave.